historia e çdo çlirimi pasohet me një çrrim intern të hesapeve. Te na ajo kanë shumë e shkurt, u pa shumë njëherë edhe çashtu që pas zgjedhjet e para që rrit me Bayern Munich. Në Gjermani rrotë armësh, domethënë çka ka ndodhur Kosovë ka qenë një farë pajtimi politik mes partive të establishmentit që bëhet herë. Atyre të UÇK-s edhe LDK-s. Edhe ai pajtim është projektuar masnej në grupe për dialog në Bruksel, në Vjenë, në Ahtisarin, me procese madhore ku njerëz kanë lidhje dhe miqësi. Hashim Thaçi ka planuar më kanë ministri Isa Mustafës, që kish njerëz për të thoshën qysh ai komunist Isa Mustafa, po Isa Mustafa ka dorë ministër shumë i mirë, kanë pas ata dy marrëdhënie të jashtëzakonisht mira. Pavarësisht prej oponencës që kanë pas më herët apo ndoshta ndonjë antagonizmi edhe historik, ta quaj ballista, komunista, titista, ato fjalë që kanë qenë ato ndamjet. E çato ndamje me gjast e kanë mbyllur në sen një racizëm latent. Racizëm latent jo në ngjyrë të lëkurës, po në strata shoqërore. Ka shumë njerëz në Kosovë që kanë urrejt faktin që Drenj Sali është kryeminist. Që sot e kësaj dite, komendet që japën Hashim Thaçin, për shumë ushtar të UÇK-s, lider të UÇK-s, parti që dalin për asaj pune, nuk ju vjen pi analizës racionale, as pi fakteve, se rezultatet e qeverive të pas luftës dhe pas pavarësisë nuk mund më krahasu, e pa krahasueshëm më të mirë në kohë se çka kemi qitash. Me asnjë ndonë ekonomike, politike, me asnjë ndonë që mund më shkru, më kalkulu, më bëhe hesab, është po pavarësia, u bë shteti, apo kupton, na jemi në shtet për shkak çatunë qeverisjeve. Po komentet që bën, nuk bën për shkak qeverisjes, për shkak urrëties që po më duket që ka baza të do pastrimesh hesapesh, edhe do urrëties që janë shumë të vjetra, edhe shumë të rana, edhe shumë të thella, që s'ka më lidhje me politikë, po kanë lidhje me do mos ta quaj primitivizëm, po me do pjesë të shoqërisë tonë që kur na nuk kena ballafaqur me to, kur se kena qenë vetëm pasqyre, me pranu që thjesht ka pas shumë njerëz që si kanë dosh katunart. Të na martu me katunarë, katunara. Çaj diskurs veç që kanë ndru formën, që na erdhën këta Drenj Sali na morën banesa mas luftës. Tash domethënë patëm kryetarët e qyteteve që kanë lindur në qytet, u qytetet domethënë u shkatërruan mbi ndërtimeve priyasi, po haloja për menën çysh mas luftës ka marrë banesa. Çaj diskurs nuk është politik më. Nuk është më racional, nuk është më analizë për sukseset Albin Kurtit. Albini ka qenë shumë i mirë me e gjetë burimin shumë të pleshëm të votave me i promovu që ato antagonizma që është shumë vjetra. Njerëz të pak kënaqur, nëse ke qenë pak fetar, i pak kënaqur me çu shkojnë punët me korrupsion moral të BE-s dhe të amerikanëve dhe më asi, je bë për Albinin. Nëse ke qenë qytetar i Gjakovës, ai zonave qytetare që dalën me pikafën macchiato, edhe të kanë bërë pak nervoz çushta AK-ja, PDK-ja këta pasi, apet e ke vetu Albinin e ka gjetë gjuhën përbashkë me ta. Nëse ka një Kosovës lindore, zonave që kanë mas pak të shkolla statistikisht, janë fatkeqësisht me rrogat më të ulta, domethënë se shef Kosovën lindore edhe veriore, Mitrovica, Podujeva, Kamenica, ku ka tash më shumë të votues të vetvendosjes, e ka gjetë gjuhën me shumë oligarkët. Domethënë edhe te fukaraja ka gjetë gjuhën që nuk jeni ju fukara, për shkak këta ju kanë vjedhur, këta kanë vjedhur shumë parë. Nuk je ti po